Nesti Angoni në PD shumë shpejt për zonjën Balluku, edhe ke për të parë. Po, Nesti Angoni për zonjën Balluku në PD. Ti e di që unë jap lajme, nuk bëj E shakara. di unë kush do t'jetë. E di sepse është turpëruar keq dhe i duhet një gjë akoma më madhe që të Po jo, s'është për atë fakt. Të ndizet. Nuk është për atë, po është ka kohë që është përgatitur dhe pa u turpëruar. Ideja është do dalë edhe një Nesti Angoni, mos jetë anonim, mund zgjedhë të jetë edhe Ballasi, më kupton. Por po deri një Nesti Angoni. Ballasi më ngjajtë si taulan ball, thash çfarë po ndodh PS-s, s'po kuptojmë dot. Jo gjë në atë pikë, por besoj se për zonjën Balluku do ketë një kështu tjetër, do i dalë një Nesti Angoni sepse për ato dosjet e para, por akuzat e para deri tani pavarësisht se janë të rënda dhe pretendon se ja hodhi, do i shtohet edhe një tjetër. Nuk e di se si, pse, por sipas informacioneve që unë kam, e di që i do shtohet një akuzë tjetër, një kallëzim tjetër në SPAK për zonjën Balluku. Për sa kohë, drejtësia nuk po lëviz në aspektin e dosjeve tjera apo kallëzimeve tjera që janë bërë për të skandalet të ndryshme gjatë kohës që ka ushtruar funksionin e saj. Para se të kaloj në këtë analizë, unë dua të falenderoj edhe miqtë e mi që në fakt po i bëjnë postim në story, Instagram dhe Facebook dhe po më vjen edhe Miqtan. Jo, këtë i kam. E di që janë tutë të moravesh. Po jo dhe ata nëse kur them tanë në përgjithësi. Tanët janë ata, po them që e ka bërë në atë koncept që kështu që i falenderoj shumë sepse një mbështetje sado e vogël dhe minimaliste për ne thot shumë, si për mua, si për Anri Balën, edhe për marrësit grupin që se kemi këtu, se është i zënë. S'ka pas faj i shkreti. Në kishte punë vërtet se fola unë. Gjithë thot ditë se s'ka mundësinë. Punë shumë familjare. E di, dhe mbi këtë premis, do më dhe në këtë analizë, doja të falenderoja edhe ju që na ndiqni, edhe që po e shpërndarni këtë, sepse është një moment edhe një zhvillim interesant, por ajo se çfarë dua unë të diskutoj për secilin për ju tani, ne mund mendojmë që Nesti Angoni mund të jetë dhe një bashkëpunim PS-PD. Mos e çmendet ti tani, unë ta thash troç kush është ti vazhdon me sallat. Po dua ta them edhe këtë, unë tani. Ke titullin e YouTube-it e ke Erion Velia zbulon nga bruar kush është Nesti Angoni del emrin. Po ne nxjerrim emrin apo ti bëjmë njerëz të rrotullojmë. Mos ta bëjmë si emisionet e tjera, po po. Emrin ti. Tani ne kur themi që del emri zotri, nuk e bëjmë del emri, po nuk mund të jetë 100% ai emër. Pra ai është 99%, por ka edhe disa 1% ka bashkia tha ai. 99% tha. Mbi këtë premisë i ka vdek nona ti muhabetit. 1% ka bashkia. Mbi këtë premisë neve nuk mundet të themi që tashmë kur ta thotë Erion Velia, ne thjesht do të themi që po dhe ne kemi thënë. Po. Puna është aja na dëgjon Erion Velia ne. Ai ka lënë telefon na shikoj nga YouTube-i. Se dia ka në YouTube mi fal. Jo më mund të ketë YouTube në po YouTube ka sa hap televizorin ai dhe shikoj. Nuk e di as subscribe, nëse nuk është thuaj të bëhet subscribe lutem. Ose të gjithë ata që besojnë te Erion Velia të bëjnë subscribe në Antena Televizion dhe të shikojnë emisionin që sa po analizuam tu dhe nxorëm emrin që kush mund të jetë Nesti Angoni brenda Partisë Socialiste dhe që ka dashur fundin e Erion Veliait. Pra, një betejë, një luftë e ashpër që duket që tashmë ka plasur në opinionin publik. Do ketë ideja është, unë besoj se do ketë veprime tjera. Unë mendoj që vetëm ne kemi bërë si emision këtë. Do të ketë dhe veprime tjera. Tani, e di pse se në narrativ vetëm ne kemi bërë emision. Por problemi është se si narrativ kemi disa emisione të fundit që japim lajme dhe nxjerrim lajme që si bën askush. Ta them sinqerisht. Po, duhet t'i hedhim ai portali jot se po i lejmë vetëm këtu. Jo, më janë dhe gjithandej janë dhe po live dalim dhe tek ekskluzive, edhe te tjerat. Nuk është se si jemi. Po, duhet bërë dhe live, po them në sensin. Ka që kishim i organin tani, ka që po shtrim komët, se ti do. Ajo, unë besoj se jemi mirë, si që jemi të paktën për të shkuar deri te publiku për t'i thënë ja 2-3 gjëra që diku tjetër nuk i dëgjojnë. Por ajo që desha të thoja që më bën sens është se nuk është puna se zbulimi. Ideja është që, sepse zoti Velia ka edhe një gjyq të afërt, një gjykat lartë. Qa gjyqi është? Po gjyqi për masën pra. Edhe faktikisht gjykata lartë, pavarësisht se është kjo pjesa që gjykata lartë nuk ndryshon masën e sigurisë, por në fakt se unë kam pyetur ekspert juristë, kryesisht edhe në masë mund ta ndryshoj masën e sigurisë, po kryesisht gjykata lartë rikthen gjykimin në rast, më fal, gjyqi të vendimeve të shkallës parë ose tapetit, por kryesisht tapetise.
kur merr vendim formës së kurse në rastin e zotit Velia, ai gjyqi që humbi zoti Velia për dalë me një garanci pasurore nuk ka lidhje fare sepse është një kërkesë që ai mund ta bëjë përmes avokatëve her pas here, për sa kohë nuk ka dalë akoma në gjyq dhe nuk ka një akuzë konkrete ndaj zotit Velia. Kështu që besoj se mund të ketë lidhje kjo, si thua ti Erman, mund të ketë lidhje kjo gjëja me gjyqin në gjykatë lartë që zoti Velia po e bën këtë deklaratat besoj të forta sot. Që unë e di se kush është Nesti Angoni. Se fakti që unë e di që është Nesti Angoni, po e kapa nuk kam më thonjë për Nesti Angonin. Besoj kur kishte thonjë për dikë që e përgjojnë burg, imagjinoj atë që e futi. Tani kjo bie, disi bie, më kujton ajo pjesën e Francës me Robespierrin. Se fillojnë pastaj prien kokat, ai thotë s'ka më thonjë, thotë tashmë do nxjerr, si të them, do nxjerr, më lënë edhe njerëzit që na marrin telefon sepse nga që kemi thënë emrin ne tani duan edhe informacione tjera, po ne nuk mund t'i japim çfarë informacion. Është një Xhevalin Gjina thotë ky analist është njëri shumë i mirë, po për cilën e ka? Po. Se të dy analista jemi ne, o Xhevalin. Po gjithsesi ne e përshëndesim, kështu që nuk ka. Po jemi të dy njerëz të mirë. Kështu që mbi këtë premisë qëndron ajo dhe nuk ka pse. Mbase pa ja thjesht po dua të bëj pjesë edhe komentuesit e emisionit, do t'i ngranoj pak, sepse mendimi, sinqerisht, ta them, unë kur ngacmoj imagjinatën, më shumë intereson mendimi atyre, nëse përputhet me tonin, ose kanë dëshirë që të aktivizojnë për ta bërë më pjesëmarrës dhe ata që na ndjekin. Çfarë ndodh? Jo pa qëllim. Unë mendoj që Erion Velia tashmë është i bindur në analizën edhe në avokatët e vetë e kanë takuar, janë lejuar, apo vetëm familjarë. Sepse besoj që ai tashmë është i bindur që gjykata e lartë do t'i japi të drejtë. Nuk e di, dhe mendoj në këtë kontekst, dhe ai është i bindur që në ato prova që ka Spaku, aty t'i është bërë një padrejtësi. Por gjithashtu, nëse gjykata e lartë i jep të drejtë atit, atëherë i bie që në Olci Dado apo edhe gjyqtari Banui ka një përgjegjësi publike. Patjetër. Po nëse do japin të drejtë për punën e masës, sigurisht mund të jetë tepruar, po nuk ka lidhje. Mund të jetë tepruar. Por gjatë gjithë kohës kanë përgjegjësi. Pastaj çështja është që do të por besoj që ky revansh i Erion Velia në këtë moment është për t'i dhënë një mesazh njerëzve brenda Partisë Socialiste që ju nuk më fshini dot. Absolutisht. Pra, një mesazh edhe pse ju keni marrë 83 mandate, ai po i thotë që ju nuk më fshini dot dhe ju me mua nuk keni mbaruar punë. Pra, sa do më keni këtu pas sekurave, sa do më keni të mbyllur, dhe më keni lënë vetëm një dritare me 4 kangjilla ku me zi shikoj pak dritë dielli, sa ai dilte gjithmonë në diell. Dilte nuk bënte dot xhiro me bicikletë. Kishte nuk bënte këto ecet sportive. Dhe mbi këto premisa ai tashmë që i kanë kufizuar këto lirin thua aty. Jo vetëm lirin, veprimin, lirin, jetën e ty e kanë darë nga fëmija i vogël, se s'po. Ai është shumë e rëndë, po nuk do të. Jo, e kam shumë, atë e kam shumë të ndjeshme, nuk e kam në sensin. E kam seriozisht, po. Po, në atë e kam, kështu që e kanë darë nga familja. Nëse se s'do të ju se shmuafet i gjatë që. Dhe mbi këtë premisë ai ndihet një njerëz që është bërë padrejtësi. Absolutisht. Dhe të vetme gjë që unë i këshilloj Veliajt është që edhe me nënën po ai sa fëmia edhe nëna e vetme gjë që unë i këshilloj Veliajt se bëj biseda jo nuk është nevoja që të bëjnë ato, por e vetme gjë që unë i këshilloj Veliajt nga studioja jonë është që mos të veproj në urrëtie, se urrëtia të sjellin gabim. Po, të çon gabim. Nxitim, se urrëtia të bën nxitosh. Po nxitosh pastaj edhe kjo, nëse ai beson, duhet ndjeki hapat ligjore dhe të vazhdoj këtë betejë. Çështja është që si do reagoj tani Nesti Angoni me Ramën 4, se kjo është një çështje prapë që se unë nuk mendoj që Nesti Angoni ka vepruar dhe pa marrë leje tek Rama. Po kjo prapë është thelbi, pra unë ta thash. Pra redaktori Erion Velia që përmendte është Rama. Pra ai shkronte statuset kundër drejtësisë. Po. Pavarësisht se nuk kishte këllë nuk kishte këllë që të bante gjysmën e atyre që tha. E tha ditën e parë që ishte mërzitur. Po. Them redaktorin